Do thënë, ju jeni nga ata që e njihni historinë të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë, mos ka ardhur koha që qëndrimi i Partisë Demokratike ndaj SPAK-ut do ndryshojë, sepse sot çudia dhe habia është që SPAK-u është pallur armik në të dy forcat politike, edhe nga qeveria, edhe nga opozita. Ju e quani band kriminale, Rama e quan... Unë se kam qenë kur band kriminale. Zyrtarisht, Partia Demokratike e quan band kriminale. Jo, nuk kemi qëndrim zyrtar. Si, kryetari i partisë qëndrim zyrtar është ai, nuk është qëndrim privat. Kur e thot kryetari i partisë, jo, të lutem. Dëgjoj, për probleme se edhe këtu duhet të ndalem pak. Kuptohet që ka pasur deklarata për veprimet të SPAK-ut, pa diskutim që një forcë politike nuk është dakord, mënyrën se si bëhet. Qoftë arrestimi për një vit pa prova apo mënyrën se si ka vepruar me lider të opozitës. Dhe gjithsesi janë probleme drejtësisë. Personalisht shpeshherë tregohemi rezervuar për të shprehur sepse shpeshherë nuk kam dhe informacionin e plot, por ne flasim gjithmonë me atë çfarë na paraqitet të bëjmë. Dhe në këto momente kur shoh që nuk ka pra një precedent nuk i gjan një tjetri, nga SPAK-u këtu është drejta e një përfaqësuesi politik të bëjë dhe deklaratën, sepse në moment që shihet që shkele pa diskutim që pa kënaqësitë është normale. Pa diskutim. Por ta cilësosh SPAK-un band kriminale dhe në këto momente, mendoj unë tani, kur Partia Socialiste dhe zoti Rama po ndërmerr sulme ekstreme ndaj SPAK-ut. Dhe ai ka thënë SPAK-u është i paprekshëm, në fakt SPAK-u po preket. Tani ne kemi edhe qeveria kundër SPAK-ut, edhe opozita kundër SPAK-ut. Tani mos është momenti që opozita duhet të thotë, "Falore, SPAK-u është monument kulture që duhet ta ruajmë të gjithë." Edhe kur ka këto gabime, ato që the ti mund të jenë vërteta dhe është normale, ato avokatët, juristët i shprehin, i diskutojnë, i debatojnë, i polemizojnë, por që Partia Demokratike ta shpall SPAK-un, band kriminale. Megjithatë, ju po mundoheni të relativizoni. Jo, ti barazoj, po e barazoj, jo e barazoj, tamam, e them vetëm. Atëherë unë po e them, në të gjitha rastet nuk mund të qëndrojmë, mendimi im ky, që të barazohen, sepse ato që janë të rrezikshëm për qytetarët në këtë moment nuk është opozita se s'ka si gjendër. Jo, qëndrimi them, qëndrim politik. Është qeveria. Pra në këtë rast prevalon pikërisht kjo që thua ti, por mbi qeverinë, sepse qeveria ka buxhetin e shtetit, ka aparat. Po pra, ajo mund të bëjë dëm SPAK-ut. Po pikërisht pra. Por qëndrimi politik është shumë i rëndësishëm. Dakord, po se 60% e shqiptarëve mbështesin SPAK-un. Po dakord, e kuptoj shumë mirë. Patjetër, po duhet të del diku tjetër. Pra, pavarësisht se në logjik duket sikur po sulmohet nga të dy krahat, unë po them që problemi kryesor është i qeverisë, se qeveria ka asetet publike, ka ekonominë, ka mundësinë për të bërë korrupsion, nuk e ka opozita. Opozita në këtë moment çfarë ka? Ka vetëm fjalën. Fjalën dhe atë shpeshherë po thuaj se gjithmonë po na marrin në parlament. Po ta bëj të drejt, do kërkonin parti që të mbani qëndrim, se kjo bëhet më deklarat, të ndryshonin ndaj SPAK-ut. Atëherë me që qeveria po sulmon dhe ka marrë nisma ligjore, se kjo e dëmton. Kjo nisma ligjore e fundit. Po pra, atëherë juve, cili është qëndrimi juve? Do mbroni SPAK? Patjetër, të rast patjetër. Do mbroni drejtësi, nuk është puna thjesht SPAK-ut, gjithë drejtësinë. Po mirë, SPAK-u edhe GKK-ja, sigurisht. Po SPAK-u është personalisht po, në çdo dalje do ta bëj. Pse? Jo, ato ndikosh që ta bëj Partia Demokratike, partia. Po patjetër, po me fjalën time, ai sa. Do ti duke thënë që do t'i kërkosh. Jo, unë thash që në qëndrimet e mia si politikan, siç e kam parë. Se këtu bie je kundërshtim me Berishën, Nuk jam kundërshtim me kërkënd ku kam një qëndrim timin. Ky është komenti juaj. Unë them çfarë bëj unë. Unë them, ky është miku Sokol. Po. Pa diskutim. Unë mbaj qëndrimin tim. Në këtë moment, opozita duhet të jetë në mbrojtje. Dashit dhe mua më duket sikur po flet Sokolit tani. Të ngjasova diku. Po, me qëndrimin. Qëndrimin, po. Jo nga artikulimi, se ai kishte tjetër natyrë tjetër, po me qëndrimin po. Domethënë më duket si Sokol Dashi tani, për para e them këtë. Asnjë se kam thënë. Domethënë me këtë që the, un kam qëndrimin tim dhe un kështu mendoj. Shqyr them që doli një në Partinë Demokratike në vitin 2026 që thotë që un kam qëndrimin tim ndryshe nga ajo që mund të thotë zoti Berisha. E ndërpres të sepse më bëjshë nga energjia, shiko, Igli, e di çfarë janë këto? Do të thënë, ajo shishe lartë është nga, do të thënë, shishe u 0.5, e lidhur dhe me fitil një lëndë shpërthyese, që nuk është tritol, por është shpërthyese, pra eksplozion, do të thënë, ajo është eksploziv, që duke shpërthyer ajo, përhap, sepse ajo është plastike,
përhap lëndën ndjekse, që mund të jetë benzinë, naftë e tjera, dhe ajo kthehet në një bombë, nuk është bombë molotov, është më rëndë se bombë molotov. Këto i ka sekuestruar policia atje. Tani, Igli, kjo nuk do të thotë që Partia Socialiste kishte drejt kur bënte nga ato gjëra. Absolutisht e njëjta gjë po them. Dhe kështu kam thënë dhe atëherë dhe ti e di shumë mirë. Tani ky është gabim. Kjo është kthehet në armë vrasëse. Unë të jemi ndeshëm, këto nuk i kam parë kur. Unë. Do të thënë kjo është zyrtare, policia ka sekuestruar dje këto. Gjithsesi tash, kur nuk do doja që asnjë profesus i forcave të policisë, apo pse jo kushdo, të dëmtoj nga diçka e tillë, por gjithsesi nuk qëllimi i protestës nuk ka qenë kurrë për të dëmtuar dikë. Tani protesta i bëri këto, Igli protesta i bëri. Nuk ka qenë kurrë qëllimi i protestës për të dëmtuar. Igli këto nga protestuesit e kanë erdhur dhe u sekuestruan nga policia ka kap. Gjithsesi do më japësh mundësinë ndofta vi prap, por unë këtë nuk e kam parë dhe do të verifikoj sepse nëse kujtohet dikur, më kujtohet që u mbushën ca shishe plastike në 97-ën, që u quajtën lëndë helmuse, dhe më vonë, pas hetimit dolin që nuk ishin të vërteta. Ndofta edhe këtë rast, do të verifikohen dhe nuk është. Unë të tillë nuk kam parë. Dhe këtë ta them me bindje absolute. Gjithsesi, sepse më kujtohet që edhe ju e mbani mend, ka qenë ministri Rendi, nëse kujtohet Shamata, nëse ju kujtohet, u arrestuar dhe pastaj doli pa fajshëm se nuk ishin të tilla. Jo, unë kam qenë aty sepse konferencën mbështypje ka bërë Albert Akipi dhe ai i reklamoi ato. Por nuk u liruan sepse nuk u liruan për atë arsye që thotë ju. Ishte tjetër arsye, ishte ndryrja e SBS-a apo. Domethënë, edhe një herë te Spaku, sepse është një moment shumë i rëndësishëm për Partinë Demokratike. Është shumë i rëndësishëm. Spak, zoti Cara, ka shumë rrezik të shkrihet. Dini ju këtë sepse zoti Rama të shtunën tha është institucion që e kemi krijuar për të qenë përkohësisht. Që do të thotë në parlament ai merr një nisëm dhe nuk votohet më, sepse mandati 9 vjet e kanë prokurorët. Altin Dumani me gati 10 të tjerë e kanë mandati 9 vjet. Do të vi ty se ti je deputet. Do vi aty për të votuar ose jo për të shtyr mandatin. Se voton Rama. Çfarë do bëni ju si Parti Demokratike? Jo. Unë mendoj që duhet të mandatohen për një 9 vjeçar tjetër? Pa diskutim tjetër, organet e drejtësisë nuk duhet të preken sepse jo si do marrin pushtetet në demokraci pa diskutim janë të pavarur. Votoi Berisha pra Partin Dumani në parlament? Jo, po nuk po themi për Partin Dumani, ne po themi për organet e drejtësisë. Emrat pastaj nëse do të kalojmë, drejtësia nuk është punë emër. Po jo, aty vi do t'i shtojnë mandatin apo jo prokurorëve? Kaq, kështu do vi projekti. Në mendimin tim, çdo prokuror i cili gjykohet i arsyeshëm pikërisht nga organet përzigjëse për të kaluar, do të kalojnë në parlament. Dhe pastaj sipas secili nuk ka rëndësi emri, okay. S'ka rëndësi. Ne po themi organet e drejtësisë nuk duhet preket. Pavarësisht se unë mund të prisja më shumë, por ama jam në mbështetje absolute për organet e drejtësisë. Dhe sfida e Klodian Braus, tani ky 3 vjeçar është cilësia e timit. Cilësia e timit, sepse me thënë drejt kemi pasur hetime të zgjatura, hetime që kalonin dhe afatet, apo jo, siç ju dini, në disa raste, në disa hetime. Ose mënyra arrestimi si ajo zotit Meta. Ajo zotit Meta në mendimin tim është e tmerrshme sepse nuk mund ndodhi jo thjesht se zoti Meta, po nuk mund ndodhi me figurën e presidentit. Pavarësisht njohjeve personale, kupton? Një president ta trajtosh në mënyrë të tillë është diskriminim mbi të gjitha. Unë mendoj që asnjë njeri nuk mund të trajtohet në mënyrë të tillë. Edhe një njeri i thjeshtë, sikur të jetë i papunë, nuk mund të dhunohet. Dhe aq më tepër zoti Meta. Pra, e gjithë në këtë rast, prandaj po them që segmentet caktuara të Spakut kanë pasur probleme të qëndësishme. Dhe për këtë edhe forca jonë politike ka reaguar, qoftë edhe zoti Berisha. Tani kalojmë çik tek qyteti yt i Durrësit sepse atje ka disa zhvillime dhe ju si deputeti i qarkut Durrësit keni qenë goxha aktiv. E para njëherë si po shkojnë hetimet e prokurorisë, si keni informacionet për atë që ndodhi me përmbytjen. Ju keni qenë jo thjesht aktiv nëpër media, por edhe në qytet për atë projektin që solli dhe një skandal edhe profesional, po themi, që ajo pjesa e shkarkimit të ujrave u ndërtua jo vetëm gabim në krahasim me përpara që u prish, por edhe në një nivel që nuk shkarkoheshin ujrat. Çfarë po ndodh, si janë informacionet tuaja? Atëherë, falenderoj që si më thënë të drejtën, pavarësisht se ne jemi politikanë dhe si më thënë detyra jonë kryesore është për bërë ligje në parlament, por problemet e qytetit për mua janë më të rëndësishme, do të thënë. Se edhe
po çdo një që më bën pyetje për Durrësin dhe prandaj të falenderoj, më pëlqen shumë. Ai është problem shumë serioz, është problem për një qytet lënë. Dhe çfarë ka ndodhur dhe do t'rregohem kështu pa doreza. Atëherë në Durrës ka pasur një hidrovor që në vitin 1950 me specialistë rusë është bërë, të cilët gjithë përvojët e Durrësit dhe të Kodrës ishin një kanal, edhe të Knetës, edhe dikush. Çka këshin aty? Çka kush. Dhe ajo është një nivel 3.9 metra. Ku ka qenë në fiks? nivel. Ajo ka qenë fiks tani aty kur është porti më